Nëna ime, shtrejta ime, pse m'kelon, ma mungon preriot në mojnën. Nësi e gjallë më të gjanë, këthe hunën, duat një tani aromën të ndenën. Një zëj mrekullueshme, ma. Po edhe një gjuajtje e fort. Zëj mrekullueshëm, por edhe një këngë që na preku mua është duke më rrëqedh trupi, sepse dihet që në këtë botë përveç Zotit madhërisëm Allahut, gjëja më e shenjtë janë prindrit, sidomos nëna. Unë Instagramin tim, bashkë me Noedin në mëngjes, bëm një postim edhe thot: Nën, fjala nën s'do koment, ajo zë të parin vend. Nëna mbetet të mrekulli, që jep jetën për fëmijë. Ajo kur s'është e qetë, sa herë qanë që e shëflet. Ajo lutet ditën atë, që të gjithmonë kemi fatë. Një fjalë gjojtëse, por që ishin shumë veçanta edhe bombër postim. Faleminderit për këtë këngë bukur. Kalem mikrofonin të Hidi. Hidi, cila është kënga parë që ke kënu? Konga parë ka qenë zemër, edhe konga e parë që ja kom nisë karierës o konga për maturant, që t'i përshëndes shumë, ata tash nuk gjinde në Kosovë, janë jashtë. E kom bo ekstra për ta. E, dhe gjem një refren? Po.